kur i nakon jam shpall edhe gola shënusi. Ti do me thonë me golla krejtve po ja u kalojshe. I fori. Duhet me lut futboll, duhet mu stërvit mirë, duhet me flejt mirë, duhet me ngu trajnerin, më koni disciplinum. Shta shikoni po do në ma kalzu një stel edhe tani une me bo mas ti, a ti me bo aju. Haj. Jo gjithkush e ka talent futbollin. Fat ka pas e koni një djalë mjaft i talentuar edhe i pasionuar pas futbollit, e që me hapat e tij të vogël po lën shumë gjuhën të mdha. E këtë fushë ku ndodhemi një sot këtë, babai e Ekonit ja ka ndërtu atij veç për faktin që ndihet mjaft krenar. Na sot kemi me bisedu me Ekonin, i cili ka me na tregu më shumë për ëndrrën e tij për futbollin. Përshëndetje Ekon. Shëndetje. Atëherë, a na tregon që sa ja ke nis me lut futboll? Unë ja kom nis me lut futboll prej moshës 5 vjeçore. Qysh të duket kur lum futboll? Çfarë ndjenja i ki? Kam ndjenja të mira. Në cilin klub të futbollit luajte? Luaj për Shorrin. Tani kom shku me lujt në Ligë Maqedonit Al Barsa. Tani kom shku edhe në Prishtinë. Kom shku edhe në Prishtinë me lujt të Rilinja. Ekon, a ma shumë të pëlqen kur luan këtu te fusha që ta ka bo babe, a kur luan turne, dika me shok, qysh njështë e ma mirë? Më pëlqen edhe në turne, po edhe këtu me shokt, kur luaj thirri këtu shokt te fusha re që ma ka ndreq babi. A i ke thonë ti babit me ta ndreqit fush, a vet babi ka drisht? Vet babi ka drisht. Ekon, cilat vene ke lujt futbol? A ke lujt veç në Kosovë edhe dikun jashtë? Kom lujt edhe në Kosovë edhe dikun jashtë. Kom lujt edhe në Nohër, në Tiranë. Njerë jam konë Kroaci. Cili vend ka pëlqy mas shumë? Kur jam konë Kroaci. Para se me lujt, para se me hin loj, a ki emociona, a tutesh, a thu a muj me dhona i golla, na i sen? A mu nuk tut, na emocione kam pak. Edhe tham, a muj me dhona i golla. Sa golla i ke dhonë deri qëtash, a i din? Se di. Qa që shumë i ke dhonë s'pe din, a? Shumë. E ka në kështu sa çmime i ke marrë deri tash? 7 ndu. A munesh me na kallzu kështu me rend, ku i ke marrë dhe për çka i ke marrë që të shumë? Po, në Tiranë jam shpall edhe gola shënusi ma i mirë edhe lojtari ma i mirë. Tani në Tiranë prap jam shpall lojtari ma i mirë. Në Ferizaj, në turne jam shpall lojtari ma i mirë. Edhe në Nohër, kur i nakon jam shpall edhe gola shënusi. Dhe edhe në Shkodër, kur i nakon jam shpall lojtari ma i mirë. Ti do me thonë me golla krejtve po ja u kalojshe. I fori. Prej kujna e ki për krajen ma të madhe? Për krajen ma të madhe e kam prej babit, prej mamit, prej familjes. Kështu e kanë shokët që i kinë klasë? Po. Qatë thonë që je lojtari mirë? Thonë bravo, lunë shumë mirë, je shumë lojtari mirë. A vinë me të këqyrë na herë kështu kur shkan me lujt, me naj turne? Naj shok që e kinë klasë? Po, ata vesh dhe veta janë se lunë me mu në ekipe. Po, edhe ata i kinë klasë? Po. E kanë qka duhet me bo për me koni lojtari mirë qëtës? Duhet me lut futboll, duhet mu stërvit mirë, duhet me flejt mirë, duhet me ngu trajnerin, më koni disciplinum, edhe ushqimin duhet me pas mirë, me hongër mirë, që më forcu, kur dalin push më koni fort, apo? Ani e kanë qëtash? Po. Qëtash ti kime mi kallzu dhe stilat futbollit, se unë sen s'din futboll, heq kur gjo. Edhe më kallzën që shpijap që ato golla. Hani. Haj. Cili ekipi futbollit pëlqen? Barcelona. Kur tritesh a ki qef me lujt në Barcelona, dika tjetër? Kam qef me lujt në Barcelona. Haj tash po të pës cili lojtar të pëlqen mas shumë? Lamine Yamal.